lidhur me pavarësinë e sistemit të drejtësisë, s'mund të akuzosh sot dhe as drejtosh gishtin se po ndërhyjmë apo po cënojmë pavarësinë e gjyqësorit në drejtim të një force politike siç është Partia Socialiste, që jemi krijuesit dhe mbështetësit kryesor të reformës në drejtësi, jo me fjalë, por me vepra. Dhe ky është një fakt botërisht i ditur. Sepse ne këtë parim që lidhet me shtetin e së drejtës dhe shtetformimin, e kemi në ADN-n tonë si parti dhe nuk kemi ndërhyrë në vendimarrjen e organeve të drejtësisë as tek drejtësia e vjetër dje dhe aq më pak tek drejtësia e re sot, që ne jemi sponsorizuesit e kësaj drejtësie pikërisht për të qenë një drejtësi e pavarur në shërbim të qytetarëve. Dhe besoj në këtë pikë kushdo që e thot këtë dhe kushdo që drejton gishtin në drejtimin ton, sigurisht duhet ta drejtoj gishtin nga vetja. Tani, kur flasim për pavarësinë e gjyqësorit, duhet të jemi të qartë çfarë është pavarësia e gjyqësorit. Pavarësinë e gjyqësorit e ka garantuar kushtetuta dhe ligji me reformën në sistemin e drejtësisë dhe lidhet drejt për drejti me vendimarrjen e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Partia Socialiste, kryeministri, por edhe si kryetari majorancës kuvendore dhe çdo përfaqësues i Partisë Socialiste asnjëherë, edhe kur këto vendimarrje kanë qenë shumë të diskutueshme, nuk i ka diskutuar kurrë vendimet e gjykatës. Sepse për ne vendimet e gjykatës zbatohen dhe nuk komentohen. Vendimet e gjykatës kanë të drejtën t'i komentojnë akademikët për qëllime studimi, por jo ne si forcë politike. Ama, të kërkosh performancën e institucioneve të drejtësisë, jemi në të drejtën tonë kushtetuese dhe ligjore. Performanca e institucioneve të drejtësisë është diçka e mashme dhe e vlerësueshme, referuar gjithë standardeve ndërkombëtare të drejtësisë pavarur sot. Dhe në këtë pikë, kryeministri, por dhe si kryetari i majorancës dhe unë si ministër i drejtësisë, eksaktësisht jemi në ushtrimin e përgjegjësive që na ngarkon kushtetuta dhe ligji, që ka të bëjë me luftën kundër kriminalitetit, krimit organizuar dhe korrupsionit këtë vend. Sepse lidhet me politikat e drejtësisë dhe politikat e drejtësisë janë atribut dhe përgjegjësi kushtetuese dhe ligjore e kësaj majorance që ka marrë votën e qytetarëve shqiptar për të qeverisur. Dhe të kërkosh rritjen e performancës, të kërkosh angazhimin e organeve të drejtësisë në luftën kundër kriminalitetit, krimit organizuar dhe korrupsionit, kjo lidhet me treguesit e kriminalitetit, uljen dhe ngritjen e kriminalitetit. Tani, dua t'jap disa fakte. Dua ta nis me Vetingu. Vetingu ka vlerësimin maksimal. Komponenti kryesor i reformës drejtësi, e kemi thënë, është Vetingu. Vetingu u konceptua si një mekanizëm për të pastruar sistemin e drejtësisë nga llumi i gjyqtarëve dhe të prokurorëve që e kishin kthyer drejtësinë në pazarin e gjallë. E kam thënë publikisht. Dhe Vetingu ka arritur t'ia dalë me sukses deri sot këtij misioni që i ka ngarkuar ligji për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 800 gjyqtarë dhe prokurorë, përfshi dhe ndihmësit ligjor dhe këshilltarët ligjor, janë subjekte rivlerësimi sot. Ndërkohë në filtrin e Vetingut kanë kaluar 530 gjyqtarë dhe prokurorë. Por ama nëse Vetingu u konceptua nga pikpamja kushtetuese dhe ligjore si proces për të pastruar drejtësinë, kjo është vetëm një anë e medaljes. Sepse organet e tjera të ndjekjes penale dhe të hetimit kanë përgjegjësinë kushtetuese dhe ligjore për të hetuar deri në fund gjyqtarët dhe prokurorët që dolën nga sistemi për
deklarim të rem pasurisë, për deklarim të pjesshëm pasurisë dhe për fshehje pasurie dhe për korrupsion. Tani, ku është shqetësimi ynë sot dhe në vazhdim? Nga 530 gjyqtarë dhe prokurorë që kanë kaluar filtrin e vettingut, 197 prej tyre janë shkarkuar për deklarim të rem, deklarim pjesshëm, fshehje pasurie dhe mungesë të burimeve financiare për pasuritë e krijuara. Dhe 51 të tjerë kanë dhënë dorëheqjen për shkak të procesit vettingut. Dhe në këto 50 që janë dorëhequr për shkak të procesit vettingut, ka një shqetësim akoma më të madh. 27 prej tyre kanë dhënë dorëheqje pasi kanë marrë rezultatet e vlerësimit nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit. Ndërsa pjesa tjetër kanë dhënë dorëheqje, ka një vlerësim pasurisë edhe për këto, por sot nuk dihet fati tyre. Tani, referuar kodit procedurës penale, ju e dini shumë mirë që ka afate për ushtrimin e ndjekjes penale dhe të hetimit. Dhe po të referojmë i këtyre afateve, për veprën penale të deklarimit rem, të fshehjes pasurive, të mungesës së burimeve financiare, për afro 22 gjyqtarë dhe prokurorë që janë larguar nga vettingu apo kanë dhënë dorëheqje për shkak të procesit vettingut, referuar kohës kur është konstatuar ky fakt, për shkak të mosveprimit të organeve të hetimit dhe ndjekjes penale, rrezikojnë të parashkruhet ndjekja penale. Dhe ky fenomen, nëse nuk vihet në lëvizje, prokuroria, dhe kur flas për prokurorin këtu kam parasysh prokurorin e jurisdiksionit përgjithshëm, edhe SPA. Sepse një pjesë e gjyqtarëve dhe të prokurorëve të niveleve të ulta, për veprën penale të deklarimit rend, fshehjes pasurive apo mungesës burimeve, janë subjekte të prokurisë zakonshme. Dhe për veprën penale të korrupsionit, për shkak të veprës janë subjekte të SPA. Dhe rrezikojnë të humbasim afatet e ndjekjes penale dhe të hetimit për një pjesë të madhe të gjyqtarëve dhe të prokurorëve që kanë dalë nga sita e vettingut. Tani për çfarë bëm vettingun ne, pyesin shqiptarët? Thjesht një proces për të pushuar sa gjyqtarë dhe prokurorë nga puna që nuk justifikojnë pasurinë? Jo. Thelbi reformës në drejtësi ishte rritja e besimit publikut shqiptar tek drejtësia, sepse ne s'kishim drejtësi. Tani ky është shqetësimi i kryeministrit dhe imi si ministër drejtësie. Në këtë fazë të reformës në drejtësi, ne kemi përgjegjësinë para shqiptarëve, sepse nuk duam që besimi i publikut tek drejtësia e re të bie në ato nivele ku ishte. Dhe nëse nuk ushtrojnë të gjitha përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore, organet e ndjekjes penale dhe të hetimit, prokuroria dhe gjykatat, ne rrezikojmë të shkojmë në pikën 0. Ky është shqetësimi. Sepse kjo është eficienca e organeve të drejtësisë. Dhe kjo është përgjegjësi e Këshillit Ministrave, është përgjegjësi e kësaj maxorance. Në të gjitha rekomandimet e Këshillit Ministrave për luftën kundër kriminalitetit, që çdo fillim viti ju e dini, ne ja përcjellim prokurorit përgjithshëm dhe drejtuesit SPAK-ut në emër të Këshillit Ministrave, unë si ministër i drejtësisë, por dhe në të gjitha rezolutat e kuvendit për organet e drejtësisë thuhet hetime proaktive, të pavarura dhe objektive. Ku jemi sot? Kanë shkuar në SPAK dhe në prokurit e jurisdiksionit përgjithshëm, sipas të dhënave që kemi ne, të marra nga institucionet e drejtësisë, janë 19 ish gjyqtarë dhe prokurorë që janë kallëzuar në prokurori. 3 nga këto i ka çuar vetë Komisioni Pavarur i Kualifikimit. Një pjesë tjetër ka vajtur edhe nga kallëzime avokatësh, ndjenin time. S'ka asnjë informacion sot se çfarë është bërë me këto 19 kallëzime, asnjë informacion. Po, ka një informacion dje, që ishte një njoftim publik, që është ulur për fshehje pasurie, një apartament
60 metër katror, në mos gaboj, referuar gjithmonë njoftimit që dha SPAK-u, i shkruetaj gjykatës kushtetuese. Po me rrethin e subjekteve të tjera të shkarkuara nga vetingu, çfarë do të bëhet? Do t'i lëmë skadojnë afatët e hetimit dhe ndjekjes penale, për ta kthyer procesin e vetingut dhe besimin e publikut nesër tek drejtësia e re në pikën 0, aty ku ishin. Tani më lejoni t'ju jap disa shifra, sepse kjo është e dhimbshme. Në 197 gjyqtarët dhe prokurorët e larguar dhe 50 të dorëhequrit nga frika e vetingut, sepse për ata as nuk e vë kush u zjarr për të filluar hetime, dhe aty është kontingjenti i gjyqtarëve dhe prokurorëve që po skadojnë afatet e parashkrimit të ndjekjes penale. Unë po ju rëndis top listën e 10 gjyqtarëve dhe prokurorëve që kryesojnë listën, edhe mua askush nuk më thot dot këtu, pa e hetuar drejtësia e re, se nga e kanë vënë gjithë të pasuri, që nuk e justifikojnë dot me vendimet formës prerë të Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe të Kolegjit Posaçëm të Apelimit. Hapët lista me një subjekt, 857 milion lekë të vjetra, mungesë burimësh financiare. Edhe pasuri, sigurisht, se nuk janë gjitha lekë kesh. E donin euro, 714.000 euro, kur në jetën e vetë ka bërë vetëm punën e prokurorit. Vetëm punën e prokurorit. Ta hetoj drejtësia e re, se për këto e ngritëm drejtësinë e re, që shqiptarët të marrin vesh që ligji zbatohet një lloj për gjithë. Vazhdon lista. 800 milion lekë të vjetra, subjekti i dytë, apo 673.000 euro po të doni. Dhe ky subjekti i dytë, jo vetëm që ka mungesë burimësh, jo ka fshehje pasurish, por ka ngel dhe tek pastërtia e figurës. Lidhje me botën e krimit të organizuar, është vepër penale direkt. Pse s'duhet fillohet hetimi kryesisht? Është përgjegjësi kushtetuese dhe ligjore organit prokurorisë e ushtrimit ndjekjes penale. Erdhe ndjeni për një fakt, filloi hetimi. Vazhdon subjekti i tretë, 691 milion vjetra gjithmonë. Subjekti i katërt, 600 milion vjetra. Po ky subjekti i katërt është i lidhur me pestin se janë bashkëshort. Bashkëshortja 550 milion lekë vjetra. Vazhdon i gjashti me 460 milion. Dhe e mbyll i 10 me 155 milion lekë vjetra, 129.000 euro, top lista. Po që të gjithë kanë probleme me pasurinë, me apartamentet pa justifikuara, me toka, gjyqtarë dhe prokuror që janë kthyer latifondis në këtë vend, kur në jetën e vet kanë bërë vetëm prokurorin dhe gjyqtarin. Doni për apartamentet. Ja. Një subjekt tjetër, 13 apartamente, shtëpia, dyqane, vilë, është larguar nga vetingu, nuk e justifikon. Tjetri, 3 vila. Janë vendime këto. Nuk po i them unë se unë ngrita sot mëngjes edhe i mora te shtëpia ime. 3 vila. Vazhdon tjetri, 10 pasuri, dyqane, apartamente, vila. Ndërsa një subjekt tjetër, jo vetëm që ka deklarim trem dhe mungesë burimësh, po ky ka ndërtu dhe vilën pale, në tokën e dikujt tjetër, vepër penale. Dhe më lejoni, miq, se ne kemi një kuadër ligjor shumë të ashpër për ndërtimet pale, drejtësia jonë e re ka dënuar për një avlli për ndërtim pale. Ky, mirë lekët pa burim dhe të pa justifikuara, ky ka kryer dhe vepër penale. Po kjo pse s'fillon kryesisht? Të qepën mbrapa me shku një gallëzim në prokurit e jurisdiksionit përgjithshëm, në të katë 22 prokurit e Republikës për ndërtim pale, edhe në fshatin më të thellë Shqipërisë, me rrënje me dek ta zbardhin çështjen për 4 ditë. 4 ditë. Doni tjetrin. 3 vila ky tjetri.
Dhe po prap një tjetër me 3 shtëpia dhe një vilë. Tani, për të gjitha këto që rezultojnë nga dokumenta zyrtare të marra nga organet e vettingut, por dhe agjensitë e tjera ligjzbatuse, ky është shqetësimi ynë lidhur me zbatimin e reformës në drejtësi. Por nuk lidhet me thjesht dhe vetëm me performancën e institucioneve të reja të drejtësisë, por lidhet me nevojën tonë si shtet dhe si shoqëri në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, sepse në të gjitha dokumentat europiane dhe ndërkombëtare, duke filluar që me dokumentin e Bundestagut, por edhe të gjithë progres raportet e Bashkimit Evropian, thuhet të hetohen gjyqtarët dhe prokurorët e larguar nga vettingu për mos justifikim pasurisë apo për lidhje me krimin organizuar, luftë pa kompromis kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në të gjitha nivelet, por kemi edhe shqetësimin tjetër, sepse ndërmorëm si Parti Socialiste, si maggjorancë, një nga super ndërmarrjet më të rëndësishme në sistemin e drejtësisë sot unik në llojin e vet, pikërisht sepse 99% e shqiptarëve nuk besonin te drejtësia që kishin. Por tani ne nuk mund të rrezikojmë më që aspiratat e shqiptarëve për drejtësi të pavarur t'i riskojnë për shkak sepse drejtësia e re heziton të kryej funksionet kushtetuese dhe ligjore. Ju kemi garantuar pavarësinë, kushtetuta dhe ligji, ju kemi garantuar po si maggjorancë me shumë dëshirë në fakt të gjithë trajtimin e mundshëm financiar, por nuk u ndërhyjmë në pavarësinë e tyre. Por tani është koha, jo ne, qytetarëve shqiptar, t'ju kthejnë mbrapsht me hetime të pavarura, objektive, që nuk kanë jo domosdoshmërisht të jetë qëllim vetvete dënimi, por zbardhja e të vërtetës. Tu japin përgjigje. Kjo është ajo për të cilën ne kemi ngritur zërin dhe do të vazhdojmë ta ngrem. Do t'i mbështesim pafundësisht, por secili nga institucionet, ne si ekzekutiv, drejtësia e pavarur punën e vet, sigurisht Kuvendi i Shqipërisë, sepse dhe aty jemi maggjorancë, ne jemi maggjoranca e këtij vendi, do të vazhdojmë t'i mbështesim deri në fund. Po, si thot populli, shumë e mirë në letër kjo reforma, po ku janë rezultatet e kësaj reforme? Sa atë presin këto qytetarët që janë përjashta. Rezultatet e reformës. Shumë faleminderit.